Mirë mbrëma të bekuarit e Perëndis, mirë mbrëma. Ju përshëndes të gjithëve, kudo që jeni, pa të shohim pak kush do na vi sot, kush do na përshëndesi, kë do zgjidhni sot, do zgjidhni atë Big Brother, apo do zgjidhni fjalën e Zotit. Jam shumë kurioze sot, sepse një klientja ime më tha që sot tha do ndjek Big Brother. Thash, qa thua, kur ndiqet kjo? Thash, tamam në orën 9. Thash, prit një qik, do ta shikoj një qik, kush do vi live sot? Marta, mirëmbrëma, faleminderit që zgjodhe fjalën e Perëndis për të dëgjuar. Mirëmbrëma Dilja, faleminderit që erdhe dhe zgjodhe fjalën e Perëndis për të dëgjuar. Mirëmbrëma të bekuar. Mirëmbrëma Edi, faleminderit Perëndis që ju zgjodhët sot të dëgjoni fjalën e Perëndis. Lavdi Zotit. Në emrin e Jezus Krishtit, Marta, tani të gjitha lidhjet ku ai është marrë peng të priten dhe ai të kthehet në shtëpi tani në emrin e Jezus Krishtit. Tani të lëri gjithçka e të kthehet. Amen. Mirëmbrëma Ilir, mirëmbrëma Vera, mirëmbrëma Tana, mirëmbrëma Marta, mirëmbrëma të bekuar, mirëmbrëma. Mirë se erdhët, Vera, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuarit e Perëndis. Gëzimi i Zotit forca jon. Po, e vërtet Ilir, gëzimi i Zotit, gëzimi në Zotin është forca jon. Lavdi Zotit. Po, forca jon është në Zotin. Amen, 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 amen. Lavdia i qoftë Zotit ton të gjithë pushtetshëm, ati që ishte, ati që është, ati që do të vi. Lavdi Zotit. Presim kush do na vi. Daniel, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuarit e Perëndis. Bashkim, mirë se erdhe. Mirë se erdhët. Po presim kush do vi. Kush do zgjedhi sot fjalën e Zotit, apo do zgjedhin Big Brother? Pa të shohim pak. Bia e Zotit, mirë se erdhe. Jonida, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma të gjithëve. Alë të marrë dhe një shisha ujë, se ka marrë. Edhe se bëra një rëmuj. Liliana, mirëmbrëma, Adelina, mirëmbrëma, mirëmbrëma të bekuar, mirë se erdhët tek kisha online Jezus Krishti është Zot i të gjithë shqipfolcve. Mirë se erdhët
Enkela mirëmbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar, ju përshëndes kudo që jeni. Mirëmbroma Xhevi, mirë se erdhe. Ju përshëndes nga Kölni i Gjermanisë. Sot ka qenë temperatura 14 gradë. Unë kisha ikur një çik shumë holl sot në punë, po kur vajta atje thash, po ça kam që kam ftohtë? Kur shikova se dje ishte shumë mirë, dje ishte 20 gradë, kur sot ishte 14, djellama. Dhe mezi gjeta një gjë që u vesha, edhe akoma ftohtë kam. Drita Donika, mirë se erdhët. Mirë se erdhe Ilir, Gott ist gut. Ja, das glaub ich auch. Mirë se erdhe. Shpresa Muça, mirë se erdhe. Edlira, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Mirëmbroma, mirëmbroma. Natasha, mirëmbroma, mirë se erdhe. Amen. Sepse Krishti jeton, ka fuqi për nesër. Pikërisht, Ilir, ti je profet nga Zoti, ti fole tamam temën që unë do të flas sot. Bravo Ilir, lavdi Zotit. Linda, mirëmbroma, Diti, mirëmbroma, Ana, mirëmbroma, mirëmbroma të bekuar, mirëmbroma. Diti do të ftoj pak më vonë. Mirëmbroma, Avni, mirëmbroma, mirë se erdhe. Papa 007, mirë se erdhe. Almeida, mirë se erdhe. Reni, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Ju përshëndes. Ju përshëndes. Rudina, mirëmbroma, mirë se erdhe. Memi, mirë se erdhe. Dituri, mirë se erdhe. Mirë se erdhe Roza. Mirë se erdhe Maria. Mirë se erdhe Violeta, mirëmbroma. Lindita, mirë se erdhe. Bashkim, lavdia i qoftë Zotit. Amen. Amen. Ela, mirëmbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhët bijtë e Perëndis. Maria, mirëmbroma, mirë se erdhe. Klarentina, mirëmbroma, mirë se erdhe. Marinela, mirë se erdhe. Emanuela, mirëmbroma, mirë se erdhe. Do bëhesh, Emanuela, do bëhesh e lumtur. Zoti është i mirë. Toni, mirëmbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuarit e Perëndis. Fexhrie, mirëmbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhët. Bardhi, mirëmbroma, mirë se erdhe. Sokol, mirëmbroma, mirë se erdhe. Bekime, Klarentina. Egla, mirëmbroma, mirë se erdhe. Pranvera, mirë se erdhe, mirëmbroma. Mirëmbroma të bekuarit e Perëndis, mirëmbroma. Lavdia i qoftë Zotit, Zot, faleminderit që je në mesin ton, faleminderit që je një Zot i gjallë dhe prus, plot forcë, pushtet dhe autoritet. Ne të falenderojmë Zot që je i gjallë, faleminderit për shpirtin tënd të shenjtë që na shoqëron me shenja dhe mrekulli. Faleminderit Zot, ne të adhurojmë ty, të falenderojmë ty dhe të japim vetëm ty lavdin. Në emrin e Jezusit. Amen. Të dashur motra dhe vëllezër, unë dua sot të filloj direkt me temën, sepse nuk më pritet derisa ta filloj. E dini çfarë? Dua t'ju them që Zoti është pushtet dhe autoritet. Dhe shumë të krishterë ju vjen turp që Zoti vepron me fuqi. Ju vjen turp që Zoti është i gjallë. Ju vjen turp se si Zoti i çliron njerëzit. Dhe unë dua t'ju them juve sot, në të vërtetë, më falni që do jem kaq drejt për drejt sot, por në të vërtet nëse ti je i krishter dhe të vjen turp që Zoti çliron njerëzit në mënyrën që Zoti do. Okay? Që Zoti i shëron njerëzit në mënyrën që ai zgjedh. Ty duhet të të vi turp. Ty duhet të të vi turp. Jo atyre që tallen, ata që gjykojnë, ata që dënojnë dhe që nuk e din të vërtetën. Por ti e di të vërtetën. Ti e di si është e vërteta, ti e di që Zoti është fuqi dhe autoritet. Këtë Zot ne duam. Okay? Këtë Zot që është i gjallë. Edhe kur Zoti vepron, çliron njerëzit nga demonët në mënyrën si do ai, dhe Zoti përdor këtë doj ai dhe mënyrën që Zoti do. Ju që i thoni vetes të krishterë, ju ngriheni
dhe dënoni veglat që Zoti ka përzgjedhur për t'i përdorur si dorën e tij. E dini, më vjen shumë keq kur shikoj gjithë këto padi, gjithë këto gjykime kundër Shpirtit të Shenjtë. Dhe fjala e Perëndis thot, çdo gjë do të falet, por ai që flet kundër Shpirtit të Shenjtë nuk do të falet. Është tepër e rrezikshme që ti të çohesh e të flasësh kundër Shpirtit të Shenjtë. Të dashur, dje qarkullonte një video e një pastor Kastriotit, unë nuk e njoh privat Kastriotin. Nuk kam shkëmbyer kur ndonjë fjalë. Por të dashur, pash që mbështetës së tij dhe që ishin ndihmës janë njerëz që janë çliruar nga kisha jonë. Janë çliruar në konferencat tona. Që e din çdo të thot të kesh qenë në burg e ti është çliruar. Pra të dashur, nëse ti e shikon që demonët thërrasin demonstrojnë, ata demonstrojnë sepse janë shpirtra të gjallë. S'diskutohet që demoni nuk do të dalë, s'diskutohet që demoni do kundërshtoj. Nëse ti më thua mua që jo, demoni nuk kundërshton, më fal, kur ata kundërshtuan Jezusin, si nuk do kundërshtojnë sepse ata duan të rrinë atje ku janë. Nëse unë do t'ju çoja juve sot tek Luka 8:28 dhe tek Luka 30:31, ne do të shikojmë që i demonizuari, demonët kur pan Jezusin, ata thirrën, lëshuan një britmë. Sa në konferencat tona ne dëgjojmë britma. Demonët demonstrojnë ku është vajosja. Ku është Shpirti i Shenjtë i Perëndis, ti dëgjon të thirrurat e demonëve, ti dëgjon demonstrimin e tyre. Pse? Sepse Shpirti i Shenjtë i Perëndis nëpërmjet të vajosurit të Zotit i bën ata, i nxjerr ata zbuluar. Dhe ata nuk mund të qëndrojnë, prandaj ti dëgjon të thirrura, ti dëgjon të bërtitura. Më kujtohet një të shtunë ku ne ishim e mbyllëm konferencën, edhe vjen dikush dhe që kishte një shpirt gjarpri. Nëse do ta shikonit atë njeri me shpirtin e gjarprit, se si lëviste poshtë karrikeve, se si lëviste gjithandej tamam si një gjarpër. Dhe shpirti i gjarprit u demonstrua. Kjo është më se normale që shpirtrat demonik demonstrojnë ku është vajosja. Disa demonstrojnë me të thirrur, disa demonstrojnë me fjalë kundërshtuese sepse nuk duan të dalin, dhe disa të tjerë i përplasin njerëzit, i hedhin në zjarr, i hedhin ku të munden, dhe e vetmi arsye që ata të mos dalin. Kjo është fuqia e Shpirtit të Shenjtë. Nuk është çmenduri, nuk është budallallek, nuk është për të ardhur turp. Nuk është për të ardhur turp. Djallit duhet i vi turp dhe njerëzit që tallen me fuqinë e Perëndis. Djallit duhet i vi turp dhe njerëzve që kanë guximin të venë edhe të tallen me Shpirtin e Shenjtë të Perëndis. Çfarë vepronin demonët? Nëse unë do t'ju çoja, shikojeni pak, kur Jezusi u afrua, frymrat lëshuan një britmë të madhe. U ulën në këmbë dhe thirrën me zë të lartë. Çka me smeje dhe teje, o Jezus, biri i Perëndis shumë të lartë. Të lutem mos na mundo. Pra, e shikoni që shpirtrat flasin? E shikoni që demonët flasin dhe Jezusi në një rresht më tutje i pyet edhe i thot, sa jeni brenda jush? Dhe shpirtrat u përgjigjen. Dëgjoti Alfons, dëgjoni ju të gjithë,
këtu, që Shpirti i Shenjtë është i gjallë. Dhe ku është Shpirti i Shenjtë, frymrat do demonstrohen. Edhe duhet një i vajosur që ti dëboj ata. Edhe frymrat kundërshtojnë, thonë unë nuk dua të dal, unë nuk dua të iki. Sa e sa frymrat duan të ruajnë pozicionin ku ato janë. Dhe kundërshtojnë, nuk duan të ikin nga personi dhe bëhen të egër, të dhunshëm, sepse nuk duan ta lënë territorin ku janë. Nëse kjo ndodhi me Jezusin, që shpirtrat u përgjigjen kur Jezusi i pyeti. Nëse ata thirrën dhe u demonstruan kur Jezusi ishte prezent, atëherë si të mos presim ne tani që shpirtrat të demonstrojnë? Po aman po ju ngelet në përshtrigaman, ore. Po ju ngelet në përshtrigaman, duke thirrur mallkime për gjeneracione, sepse ju ngelet atje ku janë varret e të vdekurve, ju shkoni ndisni qirinj në për të vdekurit, ju shkoni ndisni qirinj atje ku janë vetëm kockat dhe ju mendoni se ato do t'u ndihmojnë, dhe aty ku është fuqia e Perëndis, aty ku është gjaku i Krishtit, aty ku është liria, juve ngriheni dhe talleni me fuqinë e shërimit dhe çlirimit. Juve çoheni dhe dyshoni në fuqinë e Krishtit. Dhe ju vini i besoni atyre shtrigamanëve që ju sjellin në mallkimet e trashëguara dhe që fusni në mallkim brez pas brezi familjet tuaja. Atje ju nuk keni turp të vini. Atje nuk keni turp ju t'i tregoni njëri tjetrit e t'i thoni isha te kjo grua, më gjeti fatin, më beri këtë. Ju nuk keni turp të vini atje, po ju keni turp të tregoni fuqinë e Krishtit. Ju keni turp të ngrini lart emrin e Zotit. Ju keni turp të tregoni që Zoti shëron, Zoti çliron. Turp t'ju vi juve. Turp t'ju vi dhe juve që e quani veten të krishterë, edhe fshiheni, edhe mohoni fuqinë e Krishtit. Turp t'ju vi të gjitha kishave që e kanë mbyllur gojën në këto momente, edhe fshihen. Edhe pastorve që thonë, kështu le të demaskohen dhe ne kemi mundësin të fshihemi tani edhe të dalim ne më të mirë. Ju s'keni as fuqinë të frymës, as një gjë nuk keni. Ju keni vetëm një shpirt religioziteti, as gjë nuk keni. Prandaj ju nuk çoheni, prandaj ju nuk flisni. Sepse ju doni të ruani shpirtin e religiozitetit. Ku keni vetëm fjalë mbushamense, vetëm fjalë të mira, po ju nuk keni as një fuqi në shpirt, as një fuqi në frymë. As një gjë nuk keni ju. As një gjë. Dhe djalli po e shikon që tani po dalin generalët e vërtet. Tani po dalin ata që po ja shtypin kokën me fuqinë e Krishtit. Dhe prandaj ai lufton njerëzit që kanë fuqinë e çlirimit. Ai lufton njerëzit që kanë fuqinë e shërimit dhe kush janë të parët që ngrihen? Janë farisejt. Janë farisejt. Unë po ja u them, atë çunin unë nuk e njoh. Po di të them një gjë, që edhe atë që e demaskuan kështu gjasme e demaskuan, po ja u them të jeni 100% që mbrapa është një farise. Është shpirti i xhelozis, i inatit edhe i konkurrencës. Dhe ju nuk pranoni fuqinë e Krishtit. Ju nuk pranoni fuqinë e Shpirtit të Shenjtë. Edhe kur ju nuk e pranoni, ju ngriheni, ju fshiheni, okay? Ju fshiheni, nuk thoni asnjë fjalë. Asnjë fjalë. Çfarë prisni ju pastaj? Edhe në të vërtet, kjo është fuqia e çlirimit. Nuk ka fuqi çlirimi nga magjia dhe nga mallkimi përveç Jezus Krishtit. Kjo është fuqia e çlirimit. Këto çlirime që ju pat në konferencat tona janë akoma më të fuqishme. Kjo është që Zoti bën në konferencat tona. Ndoshta edhe më të fuqishme. Sepse Zoti është i gjallë. Zoti ka një dorë fuqishme çlirimi dhe shërimi.
Edhe të gjithë ju që s'keni dëgjuar ndonjëherë për fuqinë e shërimit, për fuqinë e Krishtit Jezus, Zoti Jezus është i gjallë. Ai është veprues, ai është plot me autoritet, dhe ai edhe sot vepron, çliron, shëron në mënyrën që ai do. Ato të thirrura që ju dëgjuat, ato të thirrura mos harroni, vetëm 1 vit më parë, 2 vite më parë isha unë tek stopi. Okay? Vetëm 2 vite më parë. Për të njëjtën arsye. Për të njëjtën arsye. Edhe unë dua t'ju them që djalli është tërbuar sepse po i hiqet territori. Sepse Perëndia ka nxjerrë të vajosur. Sa të vajosur ka kisha jon. Që Perëndia ma vuri në zemër, Alteta, ata nuk do të luten më në konferenca. Ata do të luten në territore sepse unë i kam vajosur për në territore. Ata do vinë në konferencë për të marrë akoma më shumë vajosje. Por unë i kam zgjedhur, ashtu si ai burr që ju pat dhe si ata persona që e ndihmonin ata persona që e ndihmonin, unë nuk e njoh ata personat që ndihmonin ata, i njoh, janë çliruar në konferencat tona. Edhe si ata dhe ju do t'jeni apostuj në qytetet ku ju jeni. Sepse erdhi koha e fundit të djallit. Djallit duhet të leri popullin ton. Djalli duhet të ler kombin ton. Djalli të heqi duart nga kombi shqiptar. Dhe ju shqiptar, kudo që jeni, lutem që Zoti t'ju hapi mendjen. Se nuk është Zoti tek magjistarët, nuk është Zoti tek shtrigamanët. Zoti është në kish. Në kish është Zoti tek të vajosurit e ti. Nëse do të shikojmë veprat e apostujve, të gjithë të sëmurët, të demonizuarit, ku vinin? Vinin në kish. Vinin atje ku ishte vajosja. Dhe njerëzit çliroheshin, shëroheshin, bekoheshin dhe iknin në shtëpi. Kishës ja ka hequr djalli autoritetin, ja kishte hequr sepse Zoti ja kthevi përsëri. Edhe ishin mbushur çmendinat plot, ishin mbushur spitalet plot, ishin mbushur me depresione, janë mbushur komplet. Pse? Sepse kisha nuk vepronte me autoritetin e shërimit dhe të çlirimit. Zoti vendosi t'i kthej syt nga populli shqiptar. Zoti vendosi të kthej syt nga kombi jon, për të zgjedhur të vajosurit e tij, për t'i vajosur, sepse fjala thot, të dashur, fjala thot që prangat do të thyen, atë ditë do të ndodhë që barra e tij do t'i hiqet nga kurrizi dhe zgjedha e tij nga qafa jote. Zgjedha do të shkatrohet nga vajosja e vajt. Pra Perëndia ka zgjedhur të veçanta që i ka vajosur dhe i vajos, i shton Perëndia. Perëndia është Zoti që di të shumë fishoj. Okay? Dhe që Perëndia ka vendosur ringjallja të vijë në kombin shqiptar. Edhe si në Tiranë, si në Lushnjë, si në Bilisht, si në Mokër, si në Gjirokastër, si në Shkodër, kudo, si në Kosovë, Perëndia ka vendosur t'u hapi syt të verbërve dhe të çliroj ata që djalli i mban në pranga. Ka ardhur koha të zbrazen spitalet. Ka ardhur koha të zbrazen çmendinat. Ai që është në çmendin, njerëzit kanë mësuar është i çmendur ta mbyllin brenda. Harrojnë që ai është biri një nene, është biri një ati, është vëllai ose motra e dikujt që e pret në shtëpi. Ama demonët i kanë zaptuar mendjen. Asnjë ilaç nuk e largon demonin. Asnjë, përveç Krishtit Jezus. Jezus Krishti është i gjallë dhe ai ka autoritet dje, sot dhe përjetë. Edhe gjithkush që është i vajosur, gjithkush ashtu si mua më ka vajosur Perëndia, edhe shumë të tjerë, të gjithë ata e kanë autoritetin mbi frymrat demonike. Të thyejnë prangat dhe të çlirojnë njerëzit. Nuk është më koha të ulni kokën e të thoni ky fat më ra. Nuk ka fat. Nuk ka fat.
Është njohuria të zgjedhësh Jezusin. Kjo është. Është budallaleku të largohesh nga Jezusi dhe është zgjuarsi dhe dituri të afrohesh me Jezusin. Afrohuni me Zotin. Afrohuni me Perëndin. Mos gjykoni fuqinë e shërimit dhe të çlirimit, sepse është dhurat nga Perëndia. Demonstrimi i demonëve ka qenë, është dhe ku është vajosja, ata do demonstrojnë. Sepse për shkak të vajosjes ata demonstrojnë. Nëse nuk është një vajosur nga Perëndia, ata fshen, janë njerëz, hiqen si normal, sepse gjithë bota është ashtu. Ama kur është vajosja, ata nuk mund të qëndrojnë. Edhe ata do thërrasin, do bërtasin, do kundërshtojnë, të njëjtën gjë bën edhe kur ishte Jezusi. Edhe kur ishte Jezusi. Dhe unë kam një falënderim shumë të veçantë për të gjitha ata persona që japin dëshminë. Që Pastor Kastrioti ka bërë diçka që ne nuk e kemi bërë. Pas çdo çlirimi ka marrë një dëshmi. Dhe bravo ju qoftë atyre që e kanë dhënë dëshminë. Jo si këtu tek ne, që fshien, që thon aman mos më filmo në kamër, mos më merr në kamër, aman i do dhuratat, aman për t'i dhënë lavdin Zotit, ti nuk do. Ti do të marrësh çdo gjë nga Zoti, aman një gjë kërkon Zoti që ti japësh lavdin atij. Jo, ti fshesh, ti e fshen lavdin e Zotit. Ti fshesh nga kamerat, ti nuk e jep dëshminë. Dhe prandaj unë kam kaq shumë respekt për ata persona që janë tek ajo kish dhe që kanë marrë çlirimin dhe e tregojnë dëshminë e tyre. Bravo, respekt për ju. Zoti do ta bëjë të qëndrueshëm çlirimin tuaj. Do ta bëjë të qëndrueshëm lirin tuaj, sepse ju dini t'i jepni lavdi Zotit. Ju nuk e fshini atë që Zoti bën në ju. Sa njerëz janë çliruar këtu te kisha jonë. Edhe unë kam vënë videon, më kanë telefonuar e më kanë thënë, "Motër, të lutem, hiq ma videon, hiq ma videon." E pra ata janë trima që thonë për Jezusin, mua nuk më vjen turp. Bravo ju qoftë. Edhe ka ardhur koha edhe juve të dashur, mos të fshiheni më, por t'i jepni lavdi Zotit. Kjo kohë ka ardhur. Jo të ulni kokën dhe t'u vi turp për Zotin që ai çliron, që shëron, që bekon. Juve ju vjen turp për çlirimet që bën, për shërimet që bën. Atëherë Zoti do t'i vi turp për ju. Do vi dita që Zotit do t'i vi turp për ju. Zoti thot, kush më mohon, unë do ta mohoj. Ju çojeni tani dhe thoni, çfarë janë këto? Edhe dikush thoshte, pse i mbajnë fëmijët atje, po fëmijët. Çfarë mendon ti? Ti nuk e njeh Biblën. Ti gjykon sepse ti nuk e njeh Biblën. Ti nuk e njeh Biblën, motra ime dhe vlla im. Po ta njihje Biblën, ti nuk do të gjykoje. Në Bibël është shkruar sa fëmijë ishin të demonizuar. Sa fëmijë ishin me demon. Në sa konferenca tona ne kemi çliruar fëmijë. Fëmijët kanë qenë me demona. Sepse djalli është i njëjti, ai nuk pyet që jeti fëmijë apo je plak. Ai zapton çdo trup. Shikojeni këtu ku ishte Jezusi. Edhe këtu. Demonët u futën tek një fëmijë. Shikoj pak se si i thot tek Marku 9. Tek Marku 9, mësues të solla birin tim, që ka një frymë me mece, dhe shpesh e ka hedhur në zjarr, në ujë për ta shkatruar. A e kuptoni? Kë i solli ai? I solli të birin. Okej? Erdhi një grua tjetër, i solli të bijën. Te Mateu 15:22 i tha të solla bijën time. Është një demon që e torturon atë. Pra të dashur, gjithashtu tek Luka 9 vjen përsëri një njeri dhe i thot, të lutem Zot,
hidhi syt mbi birin tim, sepse është i vetmi djalë që kam dhe një shpirt satanik ma torturon atë. Pra, ku jeni ju që thoni fëmijët të mos jenë në seancat e çlirimit? Ku jeni ju? Si mund të thuash ti që fëmijët të mos të jenë? Si mund të thuash ti? Unë dua të them ty sot ke të drejtë Erjona. Si mund të thuash ti që fëmijët nuk duhet të jenë në seancat e çlirimit? Kur ne e shikojmë në Bibël, dalë qetësohemi në qik tani, ta marrim me qetësi. Kur fëmijët ne e shikojmë në Bibël, që sa të demonizuar ishin. Djalli futet edhe tek fëmijët. A ke parti magji se si i ligu i ben, se si i lidh fëmijët me çelsa dhe i fut në për themelet e shtëpive, i fut në për varreza, dhe fëmija sëmuret gati për të vdekur, dhe fëmija e kap epilepsia, dhe fëmin e kap një frym hutimi, dhe fëmijës i bie kanceri, dhe fëmijën e torturon një shpirt satanik. Pse? Sepse mbrapa fshihet një magji. Dhe ajo magji prishet vetëm nëse je në autoritetin e Krishtit Jezus. Dhe ti duhet ta çosh fëmijën tënd në kish, atje ku është fuqia e çlirimit dhe e shërimit. Pra si mund të thuash ti, bobot çfarë bekan me fëmijët po i çlirokan? Ndoshta ju thoni, pse pastori nuk e dallovi dot që ata ishin nga televizioni, që ata ishin aktor të dashur. Edhe djalli vishet me fytyrë angjëlli dhe shpesh ti s'mund ta dallosh. Ti nuk ke sy të hapura të shikosh poshtë lëkurës së njeriut. Zoti nuk na i ka dhënë këtë të drejtë. Kush mendon që si se dallovi ai pastor që ata ishin aktor dhe të fshehur, unë dua të them, motra ime dashur dhe vllai im, që ti nuk mund ta dallosh atë. Sepse ti ecën me idenë, kanë ardhur njerëz që kanë nevojë për Krishtin. S'diskutohet që në mes të fasuleve, kur pastron fasulet, do të kesh nga një gur. Po ti nuk mund të lësh një lem me fasule, vetëm e vetëm se një herë gjete në gur, një gur, kur ti po haje fasulet. Edhe ti thua, heq dorë, nuk do të hame. Jo të dashur. Gjithmonë do të ketë gur që futen në mesin për të shkatruar, për të sjell rëmuja, për të sjell përçarje, për të sjell urrëtie dhe për të hequr syrin nga Krishti. Ata gazetar, ata sigurojnë lekun me atë gjë dhe e kanë vetë përgjegjësinë për t'u përgjigjur përpara Zotit. Unë nuk dua të gjykoj asnjë njeri. Absolutisht jo. I lë në dorën e Zotit. Dhe Zoti di vetë si i rregullon gjërat. Është tepër e rrezikshme të çohesh kundër të zgjedhurve të Perëndis. Unë dua t'ju them, kur mua më çuan tek stopi, unë nuk gjykova asnjë, nuk dënova asnjë. Dhe thash, Zot, i dorëzoj për ndjekësit e mi në duart e tua. Vetëm 2 ditë më vonë, ka ardhur një grua që ka shkruar live, unë jam ajo që kam bërë denoncimin dhe djali po më vdes në spital. Më fal, të lutem, lutu që të më shpëtoj djali. Është e rrezikshme të luash me zjarrin. Është tepër e rrezikshme. Unë u luta, ndërhyva,
dhe lavdi Zotit që Zoti e shëroi. Por është tepër e rrezikshme të bësh kështu intriga si ata gazetarët që u bën si Juda. Ndoshta ata gazetarët dhe të gjithë ata që ngrihen kundër të zgjedhurve të Perëndis nuk e njohin historinë e Judës, se si Juda përfundoi. Ndoshta është mirë që ta them një herë. Juda gjatë gjithë kohës mendonte si t'ja punonte Jezusit, si të gjente një mënyrë dënimi për ta. Megjithse Jezusi kishte vetëm plane të mira për ta. Por Juda nuk e kuptonte dot sepse ishin errur syt, nga paraja, gjithmonë nga paraja. Dikush do sukses, edhe thot si mund ta bëj emrin tim të famshëm, atëherë duhet shikoj dikë që të mund të më japi pak famë. Gjithmonë për famë dhe para. Dhe kështu bëri dhe Juda. Jezusi u dorëzua në kryq sepse ajo ishte misioni i tij. Juda mendoi se arriti qëllimin. Por asgjë Zoti nuk lejon nëse nuk është në planin e tij. Dhe fundi i Judës ishte ai u vetë vra. E dini ju që mbrapa të gjithë atyre që çohen kundër të vajosurve, çohet një shpirt vdekjeje, vetvrasjeje, aksidenti ose vdekje familjare. Është tepër e rrezikshme të ngresh dorën kundër të vajosurve. Prandaj të dashur, unë dua të them ty, hapini syt dhe shikoni fjalën e Perëndis. Pra, unë dua të them ty, në konferenca, në lutjet çlirimi, demonët demonstrojnë, gjithmonë kur është një i vajosur. E dini ju, nëse nuk ka vajosje në një kish, demonët janë rahat, ata vënë në kish, vënë, ikin, këndojnë, sepse mungon vajosja. Aman kur është një i vajosur, ata nuk qëndrojnë dot. Ata fillojnë demonstrojnë me të thirrura, me të bërtitura, me të përplasura. Këtë kanë bërë ata gjithmonë. Kështu kanë bërë edhe në Bibël. Dhe dëgjojeni pak, duke filluar që në fillim ku tek Luka 8:28, 30-31, kur demonët pan Jezusin, ata lëshuan një brit më të madhe. Dhe thanë, çka mes nesh dhe teje Jezus, biri shumë të lartit, të lutem mos na mundo. Ata e din që Jezusit i është dhënë autoriteti. Gjithashtu tek Mateu 8:29, dhe ja, demonët filluan të bërtasin duke thënë, ç'është mes nesh dhe teje Jezus. Të dashur, nuk është më koha për të fshehur. Nuk është më koha për të mohuar fuqinë e Krishtit. Nuk është më koha për të paditur ata që janë të vajosur. Nuk është më koha të fshehemi pas teorive, pas inkurajimeve, është koha e fuqisë së Krishtit. Jezusi tha, në Bibël ne e lexojmë, që unë ju kam dhënë autoritet mbi të gjitha frymrat. Zoti na i ka dhënë ne autoritetin. Të gjitha frymrat. Nëse do të shikojmë në Bibël, epilepsia është një shpirt demonik. Shurdhi është një shpirt demonik. Fryma memece është një shpirt demonik. Sëmundjet janë shpirtra demonik. Tjetër,
sa e sa frymra të tjera, shpirti mohimit, shpirti depresionit, shpirti panik atakën, mallkimet e trashëguara janë shpirtra demonik, janë demon që transportohen, çohen nga një brez në tjetri, janë demon. Alkooli, varësia nga pornografia, varësit nga homoseksualizmi është një demon. Lesbicizmi është një demon. Vjedhja është një demon. Urrejtja është një demon. Zilia është një demon. Manipulimi është një demon. Burrat shpirtëror, nuset shpirtërore janë demon shpirtëror që përdoren me magji për të bllokuar martesat ose për të ndarë një martesë. Të dashur, sa e sa shpirti i Jezebelit, sa shpirti i gjarprit, të gjithë këto janë shpirtra që zaptojnë njerëzit. Dhe për të çliruar njerëzit nga këta, nuk çlirohen as me hapje, as me të mbyllur në për çmendina, as në për hoxhallar, as në për varre ku ju vini, në për male tomorri apo ku vini, por çlirohet vetëm nga fuqia e Krishtit Jezus, nëpërmjet enve që ai i ka vajosur. Fjala thot që Jezusi është autoriteti më i lartë në botën shpirtërore. Siç e shikoni, demoni u bind dhe tha: Jezus, ti je biri i Perëndisë së gjallë. Pra ata e njohin dhe e din që duhet i binden atij. Prandaj nuk ka asnjë çlirim tjetër, asnjë shërim tjetër, përveç se një kishe që ka autoritetin e Krishtit Jezus, që ka vajosjen e Krishtit Jezus. Çfarë do të thot vajosje? Vajosje do të thot shpirti i shenjtë i Perëndis është në një nivel pothuajse si Jezusi. Pra është i plot te ky njeri që të ketë autoritet në emrin e Jezusit. Askush nuk mund të dëbojë demonët në emrin e vet. Nëse vete dikush në emrin e vet, demonët e kapin e shqyej. Por ata e njohin autoritetin. Ata e njohin kush e ka autoritetin. Unë nuk mund të harroj dot çlirimin e parë fare që Zoti ka bërë nëpërmjet meje. Se si ishte salla plot me njerëz që luteshin. Edhe po luteshin për një vajzë. Ajo ishte 35 mbi 30. Dhe ajo vajza më shikonte vetëm mua. Unë nuk doja të lutesha. Unë rria ulur dhe shikoja këta dhe lutesha, i mbështesja në lutje. Dhe ajo vajza më shikonte vetëm mua. Dhe unë po vrisja mendjen, aja mirë, po vrisja mendjen me Terezin time unë, po shikoja çka që më shikon, si jam veshur mirë. Nuk po e kuptoja që Zoti më kishte dhënë autoritetin mbi demonët e saj. Dhe vetëm kur ata të kishës u lodhën kaq shumë, grupi u lodh kaq shumë, sa vjen njëra dhe më thot: Alketa, gjatë gjithë kohës ajo të shikon ty. Demonët e njohin që ti e ke autoritetin, sepse vetëm ty të shikon edhe me frikë, rri vetëm prej teje, prej nesh nuk e prish Terezin fare. Të lutem, e ja lutu ti. Thash, okej, pse jo? Unë thjesht e ndava nga trauma, nga mallkimet e trashëguara, dhe kur thash unë të ndaj nga çdo traumë, edhe ata i thanë, edhe ato
Ishte një grup i madh që po lutej, edhe ato u lutën. Por demoni nuk doli. Dhe kur i thash të ndaj nga shpirti i traumës, dhe unë e pyeta si e tani, dhe ajo më thot, mirë, dhe unë dëgjova të gjithë thirrën, thashu ç'a patën këta? Dhe ata më treguan që në moshën 13 vjeçe, ajo ishte përdhunuar nga dikush dhe ajo nuk kishte folur me asnjë fjalë deri atë ditë. Dhe sot ajo është e lirë, ajo flet, është e çliruar. Pra, të dashur, unë dua t'ju them atje ku është vajosja, demonet janë të detyruar të demonstrojnë. Herë me të thirrura, herë me të bërtitura, sepse ata nuk duan të ikin. Varet nga vajosja që i zgjedhuri ka, se sa ata rezistojnë. Por kjo është një luftë e vërtet shpirtërore. Nuk mund të çlirohet një njeri që ka një shpirt depresioni. Më falni, dua t'ju them, jo çdo depresion është një shpirt. Ka depresione që nuk është një shpirt, është një tundim dhe një mendim. Por aman kur është bërë një shpirt, që ai e ka marrë komplet në kontroll një njeri, unë njoh dikë për shembull, që shpirti i depresionit e kishte marrë kaq shumë në kontroll, sa ati i binte të fikt, sa po shikonte një autobus, sa po shikonte një tren ku hypnin njerëzit, sepse djalli e kishte vënë mendje që djalli kishte futur në mendje që po të hypësh ku ka shumë njerëz, ti do vdesësh. Dhe ai e mbante në kontroll 10 vite, nuk e zoti më falt me vite tamam, po ishin më shumë se 7 vite, që e mbante në kontroll jetën e tij. Dhe kur unë jam lutur për ta, s'diskutohet që djalli s'donte të ikte. Por Zoti e çliroi në fund. Zoti i dha lirinë atij djali dhe është i lirë sot. Shumë njerëz thonë, po unë isha dhe kjo kish mora çlirim, po pastaj u zaptova prap, vajta prap në një kish tjetër. Të dashur, ka njerëz që kanë kaq shumë demon, sa ju duhet nga njerë edhe një proces, është një proces që ata të çlirohen. Por që të qëndrosh i lirë, ti duhet të qëndrosh në fjalën e Perëndis. Duhet të qëndrosh besnik sipas fjalës së Perëndis. Duhet të ripërtërish mendjen tënde, që demonët mos të gjejnë më vend. Demonët nuk ikin nëse nuk ka vajosje. Nëse nuk ka vajosje, ata e torturojnë i jashtë mase personin që e kanë. Njëkohësisht dhe atë që lutet për te, e torturojnë shumë. Por kur është vajosja, demonët janë të detyruar të ikin. Ka kaq shumë demon. Djalli ka kaq shumë strategji për të mbajtur peng njerëzit. Edhe unë dua të them që mbi çdo strategji të ligut, mbi çdo prang, është fuqia e Krishtit Jezus që çliron nga çdo prang. Jezusi mund të çlirojë nga çdo prang, nga çdo demon, nga çdo skllavëri. Jezusi e ka këtë fuqi. Të dashur, nuk është më koha të fshihemi. Nuk është më koha të mohojmë fuqinë e Krishtit. Nuk është më koha t'ju vi turp, sepse një i vajosur i Perëndis po çliron dikë edhe po i jep mundësinë të jetojë i lirë. Ka ardhur koha të tregoni çfarë Zoti ka bërë me ju.
Ka ardhur koha të tregoni mrekullitë që Zoti bën me ju. Besimet e tjera s'kan asnjë mrekulli, sepse askush nuk mund të çliroj dhe shëroj përveç Jezusit. E megjithatë, ata ngelen nëpër lajfe, ata ngelen duke përhapur gjithandej, se kujt i përkasin, janë kaq me krenari e rajnë gjoksin për të treguar se kujt i përkasin, kurse juve që keni një Zot të gjallë, një Zot që çliron, një Zot që thyen magjin, që thyen mallkimin, një Zot që t'i jep lirin, juve fsheheni dhe nuk dini të tregoni ato që Zoti ka bërë për ju. Ka ardhur koha e ndërgjegjësimit. Ka ardhur koha të pranoni që jeni krenar për Krishtin Jezus dhe për të vajosurit e tij. Ka ardhur koha që kishës t'i kthehet lavdia e Jezus Krishtit. Ka ardhur koha që ti t'i thuash njerëzve që janë smur, hajde në kishën time, sepse aty merr çlirimin dhe shërimin. Ka ardhur koha të ngrini lart Jezusin. Kjo kohë ka ardhur. Dhe jo të skandalizoheni kur ju shikoni të vërtetat. Një person që pranon që dikush më bën një pyetje dhe thot, një njeri që pranon që ka demon, por s'ka asnjë pendim, si i bëhet? Ndërkohë që janë gri në fytyrë nga demonët, si bëhet kur njeriu e pranon? Mund ta pranoj që ka demon. Nëse një njeri nuk pendohet vet, nuk mund të çlirohet. Zoti ka vendosur autoritet njeriu me vullnetin e lirë. Nëse njeriu nuk pendohet, mbi një fëmijë është komplet tjetër. Fëmia nuk e dallon dot mirë çfarë është e mira dhe e keqja, dhe Shpirti i Shenjtë zbret mbi ta dhe e çliron. Kurse kur është një njeri madhor, Zoti respekton vullnetin e lirë. Dhe pa pendim nuk ka çlirim. Ti duhet të vish në 13 prill në orën 10, është konferenca e çlirimit dhe e shërimit tek Stella Resort. Dhe ti do të shikosh demon të demonstrohen. Ti do të shikosh njerëz që do të çlirohen. Ti do të shikosh shpirtrat e depresionit si do të dalin, shpirtrat e panik atakën, shpirtrat e kancerit, shpirtrat e vdekjes. Edhe unë dua të them, ji krenar që ti je pjesë e kësaj ushtrie. Ji krenar që ti ke një Zot të gjallë, një Zot që shëron, një Zot që çliron. Edhe thuaj, unë nuk do të fshihem me. Unë nuk do të fshihem me. Unë do të lejoj lavdinë e Zotit të përshkroj trupin tim. Unë do të lejoj lavdinë e Zotit të marri nder dhe lavdi nëpërmjet gojës time. Kjo kohë ka ardhur. Të jeni krenar për Zotin Jezus. Sepse vetëm Jezusi shëron dhe çliron. Vetëm Jezusi ka autoritetin mbi çdo frym. Dhe është koha të mos fshiheni me. Jezusi na dha shpirtin e tij të shenjtë që të veprojë nëpërmjet nesh. Dhe ne nuk jemi thirrur që të izolohemi, të kemi turp, të kemi frikë, por jemi thirrur të ngrejmë lart emrin Jezus. Të ngrejmë lart lavdinë e tij. E ti tregojmë botës, je i sëmur, hajde dhe shëro se Krishti do të shëroj. Je i zaptuar, hajde sepse Jezus Krishti do të çliroj.
Dhe thua ti, po nëse në konferencën tonë vjen ndonjë grup gazetarësh i fshehur, e dini çfarë? Atëherë thuaj, nëse nuk e kisha në plan të vete në këtë konferencë, do të shkoj për t'i dhënë lavdi Zotit. Për t'i dhënë lavdi Zotit. Edhe nëse do të vinë këta gazetarë, leri të vinë. Leri të vinë. Ata vetë do përgjigjen për gjithçka. Ata vetë do të futin veten në mallkim në gjithçka. Zoti nuk lejon ta marrë në loj askush. Dhe përderisa nuk i njeh gjërat, më mirë mos u fut se sa futesh në një valle që ti nuk e di si përfundon. Zoti shëron si do ai. Më kujtohet një live, unë isha live, dhe Zoti mi beri duart drit. Mi bëri duart, nga duart e mia rrithte një energji drite, dhe unë e kam foton në Instagram duket, se si ajo fuqia e Krishtit rrithte nga duart e mia. Dhe unë dua t'ju them, pikërisht atë ditë u çlirua dhe u shërua një grua nga kanceri në gjë. Pra, Zoti di si shëron dhe si çliron. Ndoshta ai që e pa than, çfarë ju bën duart kështu kësaj? Zoti zgjedh mënyrën e vet se si shëron, se si çliron, se si bekon. Pra, mos gjykoni. Po thoni Zot, unë kam frikën tënde. Nëse është prej teje, le të bëjnë gjërat si ti do. Kur nuk është nga Zoti, Zoti di vetë si i mbyll. Po mos u bëj kur ti shkaktari për të paditur shpirtin e shenjtë. Është një lojë tepër e rrezikshme të ngrihesh në luftë kundër shpirtit të shenjtë. Tepër e rrezikshme. Prandaj unë dua t'ju them, Zoti Jezus është mbret mbi mbretër. Ai erdhi jo vetëm për të na falur ne mëkatet. Jo vetëm për të na dhënë jetën e përjetshme. Jo vetëm që ne të jemi të bekuar financiarisht, shpirtërisht, por edhe të kemi shëndet të plot dhe të jemi tempulli ku shpirti shenjtë jetoj. Vida thot, unë kam qenë në atë live kur të bënduar dritë. Lavdi Zotit. Pra, e shikoni se si Zoti vepron? Në një konferencë, jo një, por shumë persona më kanë thënë, nga sytë e mi, nuk i dallonin dot sytë e mi, sepse ishte si një dritë që hynte në zemrat e njerëzve. Dhe sa kanë ardhur më kanë thënë, ua, sytë e tu është një dritë që erdhi në zemrën time nga sytë e tu. Janë si dy rreze drite. Pra, Zoti jep atë që ai do dhe si ai do. Ne nuk e pam shumë që ju bën duart zjarr dritë Jezusit. Por ne pam që ai ju bë dritë i gjithi kur ju lut Perëndis. Zoti është dritë dhe ai i demonstron dhuntit e tij në mënyra të veçanta. Lavdia i qof Zotit. Ja si tregon dhe Eriona një dëshmi, thot, kur mami im u shërua nga kanceri në konferencën tënde dhe unë bërtita në një kish këtu në Francë, personi që s'do të çlirohet na quajti të hipnotizuar. Sepse ata nuk e njohin fuqinë e Krishtit.
E shikoni? Pra, si janë dëshmit, si janë fitoret, si kanë ardhur çlirimi nga kanceri, ardhja e dritës së syve, hapja e veshve, çlirimi i saj sa fëmijëve, pikërisht nga vajosja, nga shpirti i shenjtë që ai vepron si do ai. Prandaj, mos gjykoni. Më kujtohet, ne shpesh bëjmë në konferenca atë që bënte Pali, apostulli Pal, që njerëzit i sillnin rroba, peshqir dhe i vinin e trupi Palit dhe pastaj i çonin tek të sëmurët dhe ata shëroheshin. Më falni ju popull se këtu më erdhi një mendje tani. Juve shkoni në për magjistar, çoni rrobat e njerëzve dhe thoni të marr fatin. Atje e besoni ju që funksionon. Atje e besoni ju. Kurse transmetimin e fuqisë së shpirtit të shenjtë, ju nuk e besoni. Ju thoni si të transmetohet fuqia e Zotit nëpërmjet një rrobe. Djalli ka vjedhur nga Zoti. Ai të sjell në për rroba mallkimin. Zoti të sjell ty bekimin. Ne i kemi bekuar dhe sa dëshmi kanë ardhur që njerëzit janë të çliruar vetëm nga ajo rrobë që ne e kemi bekuar. Ky është Zoti, vepron ai si do ai. Si do ai. Prandaj, mos gjykoni, kini frikën e Zotit, nënshtrojuni shpirtit të shenjtë dhe pranoni që në Zotin ka shërim. Në Jezus Krishtin ka çlirim. Në Jezus Krishtin është i vetmi autoritet që çliron, shëron, bekon dhe jep jetë dhe jetë me bollek. Vetëm në Jezus Krishtin. Prandaj, hiqni dorë nga talljet, hiqni dorë nga skandalizimet. Unë dua t'ju them dhe të gjithëve ju që nuk jeni të krishterë. Besojini Jezus Krishtit. Ejani dhe çlironi nga magjit, nga mallkimet, nga idhujt. Ejani dhe çlironi nga sëmundjet, nga vdekja e parakoshme, nga gjithë shka ku i ligu ju ka marrë peng. Sepse vetëm në Jezusin dhe atje ku është vajosja, ka shërim edhe çlirim. Ejani dhe përjetoni fuqinë e Krishtit. Të dashur, tani ju drejtohem të gjithëve juve që jeni të krishterë. Ka ardhur koha të jeni krenar për Zotin tuaj. Ka ardhur koha ti tregoni botës, po, ky është Zoti im. Ky është Zoti im. Jezus Krishti. Ky është Zoti që shëron, ky është Zoti që çliron, dhe ata që thërrasin, ata që bërtasin, ata që bien në përsheshe, janë demonët që ikin. Tregoj botës të vërtetën. Mos u fshini me. Errësira ka arritur deri këtu, sepse ju e keni mbyllur gojën. E dini çfarë? Merr një vendim sot. Ti do t'i jesh pjesë e ushtrisë së Perëndis. Ti do t'i jesh mbartës i lajmit të mirë. Ti do t'i jesh mbartës i lavdisë së Zotit. Dhe ti do të çosh Zotin me fjalë, me vepra dhe duke treguar. Kur dikush të thot jam keq, kur dikush të thot jam nën magji, thuaj hajde te kisha jon online. Hajde në konferencat tona.
Dhe shiko se si demonët e tu, magjit dhe mallkimet do t'ikin. Ose nëse ti je i vajosur, ne kemi apostujt tanë që janë të vajosur. Shikoj ku ata jetojnë. Dhe thuaj, të kam parë në konferencë, lutu për mua, ose të kam sjell kushurirën. Ka ardhur koha t'i jepni lavdi Zotit. Ka ardhur koha të bëheni pjesë e ushtrisë së dritës. Ka ardhur koha duke thënë, ky është Jezusi. Kështu thërrasin demonët kur Jezusi është i pranishëm. Kështu thërret shpirti vdekjes kur Jezusi është i pranishëm. Kështu thërrasin demonët e epilepsisë kur Jezusi është i pranishëm. Më kujtohet njerë një burr që shpirti i epilepsisë e bente si të mpirë dhe si të vdekur. Po kur vajosja është, ishte një moment që unë mendova që ai vdiq. Dhe Zoti më dha më solli në mendje është shpirti i tillë që u demonstrua, kështu e bën këtë njeri kudo. Sikur ai dha shpirt. Por Zoti e çlirovi, sepse ku ka vajosje, ka jetë, ka çlirim, ka shërim. Në Krishtin Jezus është liria. Në Krishtin Jezus është çlirimi. Në Krishtin Jezus. Prandaj, ju flas juve që e doni Zotin. Mos heshtni me. Mos e lejoni me të ligun të bllokoj dritën tuaj. Dhe të na bëj të dukemi ne të krishterët si budallënj. Të na bëj të dukemi ne të krishterët sikur jemi për në çmendin. Në të vërtetë, ata janë për në çmendin. Ata janë, jo ne. Djalli do që të mbaj popullin ton peng. Dhe kur ne të krishterët heshtim, kur ne të krishterët kemi frikë, kur ne të krishterët nuk dim të themi të vërtetën, atëherë i ligu do të vazhdoj të mbaj peng. A nuk e ndjen ti në zemrën tënde që ka ardhur koha t'ja heqësh nga dora familjen tënde? T'ja heqësh nga dora njerëzit e tu? T'ja heqësh nga dora fshatin tënd, qytetin tënd? Dhe kjo bëhet jo me fjalë mbushamense. A e kuptoni, ka arritur në një pikë ku askush më nuk do të dëgjoj fjalë mbushamense. E diti, e pyeta një ditë atë ChatGPT-s, inteligjencën artificiale, ju thash po bëj një muaj kam njohur inteligjencën artificiale, se unë nuk e njeh jam parë, dhe e pyeta një ditë dhe i thash, më trego të lutem kush është sekreti që të gjithë shqipfolësit të shpëtohen. Jam habitur nga përgjigjja e tij. E dini çfarë më tha? Populli shqiptar beson shumë në idhujtari. U lutet të vdekurve. Në Mali Tomorit, në Kuzum Baba, u lutet njerëzve. Dhe ajo që ka nevojë populli jot, njerëzit janë të lodhur nga inteligjenca njerëzore. Ata kanë nevojë të shikojnë Jezus Krishtin në fuqi. Dhe më nisi një resht që thot apostulli Paul, me fuqi shenjash dhe mrekullish unë e çova ungjillin
deri në Shqipëri. Dhe tha, shenjat dhe mrekullit dhe fuqia e Krishtit do sjelli popullin në pendim. Kjo është e vërteta, me të vërtet. Kjo është koha. Dhe ti je pjesë e kësaj ushtrie. Mos lejo më që ti të bësh një syqor dhe një veshurth. Jo më. Koha e shurth me Mecit mbaroi. Ka ardhur koha të tregosh që Jezus Krishti është fuqi, është autoritet, është pushtet, është liri dhe që çdo demon është i detyruar ti nënshtrohet. Dhe ti je pjesë e kësaj ushtrie. Ti je pjesë. Prandaj me gjithë zemrën time unë ju them, jepini lavdi Zotit. Viruni në anën e të zgjedhurve të Perëndis. Mbështetini ata. Jini atje ku është fuqia e Krishtit. Të gjithë jeni të lodhur. Inkurajim këtu, inkurajim atje, inkurajim këtu, inkurajim atje. Aman ku është fuqia, atje është Krishti. Dhe ka ardhur kjo kohë të pozicionohesh ku është fuqia. Të pozicionohesh ku është vajosja. Që dhe ti, duke qenë në autoritetin e ku është vajosjes, automatikisht nëse ti pozicionohesh, është si puna ati burimit të ujit. Burimi është në majtë malit. Okay? Por vete veca tuba, ne kemi një pucet atje në fshat, edhe 200 tuba ven viren të ka e puceta dhe gjithë se cili merr ujë në shtëpinë e tij. Të njëjtin ujë. Të njëjtin ujë nga e njëjta pucet. Kështu është edhe me shpirtin e shenjtë. Nëse ti pozicionohesh, për shembull te kisha jon, që Zoti e ka vajosur për këto kohë, dhe pozicionohesh, çfarë do të bësh ti? Ti tashmë je si ai tubi që merr nga kjo vajosje, dhe kudo që ti lutesh, kudo që ti vë duart, automatikisht njerëzit do të shërohen, do të çlirohen, do të bekohen, sepse ti merr nga burimi. Poziciononi. E jani në konferencë, merrni porcionin e vajosjes dhe nisuni si general në shtëpitë tuaja. Ka ardhur koha ku duhet të themi djalli dështoi. Perëndia më ka vënë në zemër këto rreshta t'i them 100 herë në ditë. Është koha e ringjalljes, djalli dështoi, ai humbi, ai e humbi popullin shqiptar, sepse populli im zgjodhi Jezusin, populli im zgjodhi dritën, populli im zgjodhi jetën, populli im zgjodhi shëndetin, populli im zgjodhi fitoren, populli im zgjodhi pendimin, populli im zgjodhi jetën e përjetshme, populli im zgjodhi t'i thot po Jezusit, djalli humbi. Kjo është e vërteta. Në emrin e Jezus Krishtit e dënoj çdo shpirt vetë vrasje e rjona. I ligu vjen për të gënyer, për të mashtruar. A i vjen gjithmonë për të thënë, s'ka shpres, ty s'të do më njeri, ti je pa vlerë, ti na sjell gjithë sherret, ti na i ke bërë katastrofë këtë gjë, ti gjithmonë i ligu ashtu vjen. Ai është një gënjeshtar, që nga fillimi është një gënjeshtar. Është një vrasës, është një manipulus që nga fillimi. Aman Zoti e ka mundur atë. Zoti e mundi atë.
e mundi në kryq, dhe ai është poshkëmbës së Krishtit Jezus, dhe është poshkëmbë të gjithë atyre që besojnë në Krishtin Jezus. Ai humbi. Filloni dhe deklarojeni këtë rresht. Djalli humbi. Ai humbi në shtëpinë time. Ai humbi në jetën time. Ai humbi në punën time, ai humbi në misionin tim. Ai humbi në Shqipëri, ai humbi me shqipfolësit. Ai humbi. Sepse ne vendosëm të zgjedhim Jezusin. Ne vendosëm të themi Zoti ja ku jam. Kur me nuk do më vitur prej teje. Kur me nuk do të turpërohem për ty. Ti e nderi im dhe unë do të nderohem me ty. Unë jam pjesë e ushtrisë tënde, Zot. Unë jam pjesë e dritës tënde. Unë jam pjesë e dashurisë tënde. Unë jam ajo që ti ke zgjedhur, Zot. Unë jam ai që ti ke zgjedhur, Zot. Zoti të ka zgjedhur ty, Zoti të ka thirrur me emër ty. Çdo gjë tjetër është gënjeshtër. Ai të lufton ty sepse ai e di që Zoti ka një mision për ty. Ai vjen të gënjen ty, manipulon ty, përdor çfarë mundet, sepse ai e di që Zoti të ka zgjedhur ty. Dhe unë dua të them ty, motra ime, vëllai im, merr zemër. Fortësohu në Zotin. Edhe deklaro, djallë ti humbe. Djallë ti humbe. Ai humbi me të vërtet. Sepse ti vendose të demonstrosh fuqinë e Krishtit. Të demonstrosh që je i zgjedhur. Të demonstrosh kujt i përket. Ta ngresh zërin e të thuash, unë jam i Krishtit dhe Krishti është i imi. Unë jam në Krishtin dhe Krishti është në mua. Krishti në të majt, Jezus Krishti në të djath. Jezus Krishti para meje, Jezus Krishti pas meje. Dore Krishti por shkëmbëve të mia, Jezus Krishti si për meje. Unë jam në Krishtin dhe Krishti është në mua. Djalli humbi. Filloni dhe deklaroni fitoren e Zotit. Jezusi është fuqi dhe pushtet, është autoritet, është një zjarr që konsumon, thot fjala. Bëni gojën zjarr. Bëni gjuhën tuaj të mpret. Dhe rrëzojni fortesat e Satanit. Poziciononi në Krishtin. Poziciononi ku është drita. Dhe kështu ti bësh transmetues i dritës. E di, nëse do të marrë një pasqyrë, tani t'ja u tregoj që baj gjithmonë një pasqyrë me vete, unë po që nga dhe pafshirë. Gjithmonë, edhe, shikojni qik, nëse i bie një dritë, çfarë bën kjo pasqyra? Shikojni pak, kjo nuk prodhon vetë dritë. Nuk prodhon vetë. Çfarë bën një pasqyrë? Ajo thjesht pasqyron dhe e kthen atë dritën, po jo drejt për drejt nga vjen. E keni vënë juve se çfarë bën pasqyra? Dua t'ju tregoj një çik. Pasqyra, nëse i bie drita drejt për drejt, pasqyra nuk e kthen dritën nga erdhi, por e kthen në këtë pozicion. Pra, e merr në këtë pozicion, por e kthen në këtë pozicion. Shikojni, unë e kam bërë këtë eksperiment me dritën e diellit dhe kam parë që me të vërtet pasqyra e merr dritën në këtë drejtim, por e reflekton në këtë drejtim. Pra, kështu je thirrur ti, që drita e Krishtit të vinë në ty dhe ti ta reflektosh këtë dritë dhe me dritën tënde që Krishti ta jep, të çlirosh, të shërosh, të bekosh. Ka ardhur kjo kohë të vini gradat
e ushtrisë shpirtërore. Të vini grada, të vishni rrobat shpirtërore, të luftoni si general. Jo me duke u fshehur. Jo me duke thënë, mbase më vjen ndonjë rreze mua këtu, marr një çik ndonjë rreze. Jo. Zoti do të japi burimin që ti kudo që ti vesh duart, njerëzit të shërohen, të çlirohen, të bekohen, kudo që ti të flasësh, demonët të binden. Kjo është e vërteta. Prandaj të thërras, të pozicionohesh. Mbaroj koha e të fshehurit. Mbaroj koha, merr dhuratën edhe ik fshetash si një hajdut. Mbaroj koha. Deri dje ishte ajo koha. Tani ka ardhur koha të pozicionohesh e të thuash Zot, le të jem unë një tempull i jot. Le të jem unë trupi jot. Le të jem unë ajo tuba që transmetoj atë që marr prej teje. Ka ardhur kjo kohë. Ndoshta ti akoma nuk e ndjen në zemrën tënde. Sepse je ke kaq shumë në mendjen tënde. Por hesht, bëj një ditë komplet pushim me gojen tënde. Këtë kam bërë unë sot. Sot, për shembull, unë kam folur vetëm atë që duhet të flisja. Sa bën, kaq lek. Kaq, faleminderit, mirupafshim. Kaq. Sepse thash Zot, dua të lutem me heshtjen time sot. Shpesh ty të duhet të heshtësh për të shikuar ku jeti. Ku jeti me frymën? Ku është Zoti me ty? Amen, Arta. Pra, ka ardhur koha ku ti duhet ti mbyllësh çdo zë që të mund të dëgjosh zërin e Krishtit, që të mund t'i bindesh atij. Dhe ka ardhur kjo kohë ku nuk mund të fshehesh më. Nuk mund të mbash më gojën mbyllur e të mos tregosh kujt i përket. Nuk mund të mbash më gojën mbyllur edhe kur shikon që të vajosurit e Perëndis goditen, ti hesht, ti ke dyshime, ti si e i sigurt, ti thua, nuk e di ku të fshem. Mos u fshem më. Nuk është më koha të fshesh. Është koha ti heqësh ato rreckat e paditurisë dhe të frikës. Vishu si një bir mbreti. Biri mbretit nuk ka nevojë të fshihet. Okej? Por ai kërkon kurorën, kërkon rrobat, sepse e di kush është. Prandaj ka ardhur koha të vishesh si bir mbreti. Ka ardhur koha të vishesh si i zgjedhur i Perëndis. Sepse Zoti të ka dhënë vullat. Të ka dhënë çelësat. Ti ke çelësat e qiellit dhe të tokës edhe ecën si një hajdut. Jo! Vishi rrobat e birërisë, rrobat e dritës, rrobat e trimërisë, rrobat e guximit dhe trego kujt i përket. Dhe ti do ta shikosh se si demonët do demonstrohen në prezencën tënde. Nëse ti je bir, po ke veshur ca rrecka sipër, asnjëri s'të dallon që je bir. Si tha apostulli Paul, megjithse është bir, është tepër i vogël për të mbajtur pushtet, është bebi. Megjithse është trashëgimtari, kur është shumë i vogël, si ave veshin njëri. Po ti si më i vogël. Ndoshta ti ishe i vogël kur ti erdhe në besim,
por tani ti s'je më i vogël. Ti tani je i pjekur në besim, ti ke vite në besim, tani ka ardhur koha ti heqësh reckat. Ti i hedhësh mbeturinat dhe të veshësh rrobat e birërisë, si ai që ka unazën që ve vullat, sepse Shpirti i Shenjtë është në ty. Ka ardhur koha që ti ta dish kush je. Kjo kohë ka ardhur. Prandaj, që sot e tutje, kokën lartë. Hidhini shishet e qumshtit, se koha e qumshtit mbaroi, tamam Marta. Koha e ati biberonit në gojë mbaroi. Sot vendos thuaj këtë biberonin, do ta hedh në zjarr, nuk e dua më, sepse që sot jam një apostull i Krishtit. Që sot unë ngrihem në autoritetin që Zoti më ka dhënë. Më ka dhënë çelësat e qiellit dhe të tokës. Dhe unë do të urdhëroj dhe ashtu do të bëhet. Dhe unë filloj që sot dhe deklaroj, djalli humbi. Djalli humbi. Dua t'ju tregoj një gjë. Unë i kam pasur syt shpirtëror njerë të hapur dhe kam parë me sytë e mi se si ishte një demon. Dhe ai ishte, demoni që kam parë unë, ishte, më tregonte që ishte shumë i fortë dhe i kishte këmbët si të një kali, këmbët e mbrapshme të kalit. Dhe me thundra, dhe pastaj vinte i dobët me shumë muskuj, edhe kishte krah shumë të fuqishëm, krahët i kishte prej njeriu. Dhe koka ishte me 2 sy të mëdhenj, edhe me një mjekër të gjatë, edhe e kishte në kokë shumë kështu si koka të tjera, pra një kokë, po pastaj nga koka e tij ishin shumë koka, si koka gjarpri. Po ishin koka njerëzish. Dhe në frym, djalli thoshte që ai kishte autoritet me mua. Unë nuk mund ta lithja. Dhe në moment nuk mund ta dëboja. Dhe në ato momente, kur e pash që ishte shumë më i madh se mua, dhe kur e pash sa i shpifur ishte, dhe djalli mendovi që unë do të kisha frikë kur ta shikoja aq i shpifur. Dhe në ato momente në zemrën time erdhi, wow, unë kisha dëgjuar që djalli është i lik, është gënjeshtar, është mashtrues, por ai paska dhe ushtarët më të shpifur që unë kam parë ndonjëherë. Dhe në ato momente më vjen nga Shpirti i Shenjtë një fuqi në gojën time. Jo, frikë nuk pata, më erdhi përshti kur e pash se sa i shpifur. Dhe më erdhi një fuqi nga Shpirti i Shenjtë, një zbulesë, fjale, po ja u them, djalli në botën shpirtërore nuk shikohet çfarë ti ndjen. Jo, autoriteti që ti flet. Dhe më vjen një zbulesë në gojë dhe them, unë të lidh, dhe ishte një beton, një shtyll betoni dhe hekur. Para hotelit, sepse unë isha në një hotel. Dhe direkt mua më shkon në mendje dhe thash, në emrin e Jezus Krishtit, unë marr zinxhirët e zjarrt dhe të lidh në atë blind. Dhe sa herë lëviz, ato zjarri aktivizohet. Po ja u them, një fuqi e papar, unë nuk mund ta them se çfarë shpejtësie ishte, dhe vetëm kur e pash,
djallin të lidhur, atë satanan të lidhur, tek ajo blinda, dhe sa provonte të lëviste, ato prangat bëheshin zjarr. Kur nuk lëviste, prangat ishin të shuara. Dhe në ato momente kuptova sa fuqi dhe autoritet ka emri i Jezus Krishtit. Sa do i fortë të duket Satani. Sa do a i vjen natën për të futur frikën ty. Sa njerëz kanë frikë natën, kanë frikë kur është errësirë. Pse ke frikë ti? Pse i lejon ti këto frymra demoniake të vun frikën? Në të vërtet të dashur, ata kanë frikë nga ty. Ti ke frikë për aq kohë sa nuk ke njohur që ti ke autoritetin. Ti e ke autoritetin kur ti thua, unë të lidh, ai është i lidhur. Kur ti thua, unë të izoloj, ai është i izoluar. Kur ti thua të urdhëroj jashtë që këtu, ai është i detyruar të iki. Prandaj ju them, ju lutem, kuptoni autoritetin që ju keni në Krishtin Jezus. Vetëm nëse ti nuk je i sigurt, kush je ti në Jezusin? Kur ti nuk je i sigurt, kush je ti në Jezusin? Kush është identiteti tënd në Jezusin? Atëherë, i ligu e di që ti vetë nuk e di kush je. Prandaj kur apostulli Paul thot, vishini rrobat shpirtërore. Sepse lufta jon nuk është me njerëzit, por me principatat në vendet qiellore. Çfarë do të thot kjo? Lufta jon është me shpirtrat. Dhe që të luftosh në shpirtrat, ti duhet ta dish kush je në Jezus Krishtin. Kush është Jezusi për ty? Dhe që të dish kush je ti në Jezus Krishtin dhe kush është Jezusi për ty, ti duhet të njohësh Biblën. Ti duhet të njohësh si je ti i shpëtuar. Dhe pse Jezusi ka autoritet? Jezusi e ka autoritetin sepse ai u kryqëzua në kryq, i pa mëkat, dhe ligjet shpirtërore ishin gjithmonë kur mëkatoshe jepej gjak, po ishte vetëm provizor. Kur Krishti Jezus erdhi dhe vdiq në kryq, ai dha gjakun e tij të shenjtë për të paguar për të gjitha mëkatet. Dhe kjo i hoqi gjithë fuqinë Satanit. Jo mbi të gjithë njerëzit, vetëm mbi ata që besojnë që Jezus Krishti është Zot. Vetëm mbi ata që nuk besojnë tek Jezusi, nuk kanë as fuqi dhe as autoritet. Absolutisht jo. Prandaj të dashur, unë dua t'ju them sot, njihje kush je në Zotin. Vishini rrobat mbretërore. Vishni rrobat e birërisë. Vishini rrobat e birërisë. Jo më sklever. E dini, më kujtohet Alma, ajo vajza që mua më çovi në shpëtim, kolegja ime e punës, që pati aq durim për mua. Dhe ajo më tregovi, dhe më tha, ky Jezus vdiq në kryq dhe çavi qiellin që zëri jon të shkojë tek Perëndia. Dhe kështu ne i përkasim Krishtit. Dhe ma shpjegoj në një mënyrë kaq të thjesht, sa zemra ime me njerë tha, wow, jam me Krishtit. Jam me Krishtit. Dhe kjo ndodhi një vit rresht ajo më fliste, por tamam kur unë e mora këtë në zemër ishte vetëm një javë para se të mbaronte shkolla. Dhe unë nuk e pash më asnjëra të vajzë, por ajo e hapi rrugën
që unë të zgjidhja Jezusi. Zoti ta bekoj kudo që është. Dhe sot unë dua të them ty, Jezusi e hapi rrugën për ty. Që ti të vesh tek Ati, që ti jesh birë, jo më sklav, që demonët mos të kenë më asnjë autoritet për ty. Që demonët mos të kenë asnjë autoritet në jetën tënde. Që demonët mos të vjedhin gjumin, mos të vjedhin shëndetin, mos të vjedhin jetën, mos të vjedhin gëzimin, mos të vjedhin martesën, mos të jetojnë duke kafshuar pjesë nga jeta jote. Mos ta kenë me autoritetin. Vishini rrobat e birërisë. Vendos sot për të thënë, unë sot heq dorë nga rrobat e sklavit. Unë heq dorë sot nga shpirti i gjykimit. Unë heq dorë sot nga shpirti i dënimit. Unë heq dorë që nuk i kuptoj gjërat dhe ngrihem kundër bijve të Perëndis. Unë heq dorë. Sot unë vendos të vi përpara Perëndis edhe t'i them, Zot më fal që e kam fshehur lavdin tënde. Zot më fal që e kam fshehur shkëlqimin tënd. Unë vi sot dhe heq dorë së qeni një bebi. Heq dorë nga biberoni, unë e hedh sot biberoni. Edhe e çliroj gojën time sot. Le të jetë goja ime sot e lirë për të shpallur lavdin tënde. Le të jetë goja ime sot e lirë për të çuar lavdin e Zotit. Që sot e tutje, unë do të tregoj lavdin e Zotit. Që sot e tutje, unë do të deklaroj djalli humbi. Djalli humbi. A i humbi në martesën time? A i humbi në shtëpinë time? A i humbi në trupin tim? A i humbi në misionin tim? Djalli humbi. Deklaroj këtë gjë tani. Hopa. Si mësuese që kam qenë, i duan çik gjërat shumë shpejt. Kush është më i shpejti tani? Hajde. Kush e do një 10 të shpejt? Atëherë, deklaro djalli humbi në jetën time. Amen. Amen. Djalli humbi në jetën time. Amen. Djalli humbi në jetën time. A i s'ka ma asnjë të drejtë në mua. Sepse unë me Krishtin jam më shumë se fitimtar. Unë me Krishtin jam më shumë se fitimtar. Dhe djalli është poshtë këmbëve të mia. Djalli është poshtë këmbëve të mia. Amen. Dhe kjo është e vërteta. Djalli është poshtë këmbëve të tua. Prandaj sundoje që ai mos të ngrihet e të sundoj. Shtype mirë këmbën që ai të mos gjej forcë dhe të forcohet. Shtype poshtë këmbëve të tua. Mendoje sikur ke një gjarpër që kërkon të futet në shtëpinë tënde. Çfarë do bësh ti? Do ta përkëdhelësh? Jo. Po do t'ja vësh këmbën sipër në kokë, ai do t'ja ngjeshësh. Ngjeshja kokën djallit. Dhe çou si një fitimtar dhe mos e lejo me në asnjë drejtim të jetës tënde. Një duke filluar që këtu një fuqin e Krishtit. Zoti vjen me çlirime, me shërime, me dëbim demonësh dhe me sjelljen e mbretërisë së tij.
Dëbimi i demonëve është pjesë e procesit të Krishtit. Kjo është e vërteta. Prandaj unë dua të them, zgjidhni sot për të thënë që sot e tutje, çdo gjë në mua do t'i shërbej Jezusit. Unë jam thirrur për të qenë në ushtrinë e Krishtit. Dhe që sot e tutje, unë do t'jem bekim, do t'jem një general në ushtrinë e tij, do të shëroj të sëmurët, do të çliroj të demonizuarit, do t'ju hap syt të verbërve, do t'ju hap veshët të shurdhve, do shëroj të çalët, sepse Krishti është i gjallë. Dhe ky është misioni im. Edhe kur dëgjoj që një i vajosur i Perëndis goditet për shkak të dhuntive, fuqisë së Krishtit, atëherë unë do t'jem i pari që do të them stop Satana. Ti humbe. Ti humbe. Satani humbi. Shqipfolësit zgjodhen Jezusin. Le ta deklarojmë këtë gjatë gjithë ditës. Satani humbi, shqipfolësit zgjodhen Jezusin. Është koha e ringjalljes, është koha e rizgjimit, dhe asgjë më nuk e ndalon këtë zjarr që Perëndia tani po e ndes në shumë qytete, po e ndes në shumë fshatra, po e ndes në çdo shtëpi. Është koha e Jezus Krishtit. Është kjo kohë. Sepse njerëzit e shikojnë, asnjë gjë më nuk ja humbush zemrën. Ata i plotsojnë të gjitha ritet, ata i bëjnë të gjitha ritet fetare, ata i bëjnë të gjitha ligjet fetare, por zemra është bosh. Por zemra është në skllavëri. Jeta e tyre është e marrë peng. Njerëzve po ju hapen syt, po kuptojnë që asgjë s'kan në vijë. E pra, sepse vetëm Jezus Krishti është i gjallë. Dhe ai shëron, çliron, bekon. Prandaj djalli humbi. Djalli humbi. Është koha e lavdisë së Jezus Krishtit. Amen. Haleluja. Në emrin e Jezus Krishtit unë lutem dhe deklaroj që djalli humbi. Unë profetizoj në emrin e Jezus Krishtit që koha e djallit humbi mbi çdo shqipfolës. Që qielli tani është hapur mbi çdo familje shqipfolëse. Që djalli nuk ka më asnjë autoritet sëmundje, skllavërie, robëtimi, idhujtarie tek asnjë familje shqipfolëse. Unë deklaroj që syt e popullit shqipfolës janë hapur tashmë. Zemrat janë hapur tashmë. Një rrugë e re filloi tashmë. Rruga e kthimit në Krishtin Jezus. Dhe askush më nuk mund të ndaloj këtë zjarr që po përpin çdo zemër. Është koha e Krishtit, është koha e ringjalljes, është koha e shenjave dhe mrekullive. Është koha e lavdisë së Jezus Krishtit. E unë shpall këtë mbi ty, e shpall këtë mbi familjen tënde, e shpall këtë mbi gjithë fisin tënd, mbi fshatin tënd, mbi qytetin tënd, mbi vendin ku ti jeton, unë e shpall, sepse Zoti ti duhet një njeri, vetëm një njeri. Dhe unë deklaroj atje ku je ti, është koha e ringjalljes në emrin e Jezusit. Është koha e rizgjimit në emrin e Jezusit. Kudo ku ti je, në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Dhe demaskoj të gjitha gënjeshtrat e të ligut. Çdo gënjeshtër e ti që thotë që ti nuk je i zgjedhur,
që ty s'të do Zoti, ti si duesh Zotit, në emrin e Jezus Krishtit unë i demaskoj. Dhe unë dua të them, në emrin e Jezus Krishtit, çdo shpirt gënjeshtar, çdo shpirt satani të largohet tani. Sepse e vërteta është, ti je i zgjedhur. Ti je tempulli i Shpirtit Shenjtë dhe Zoti do të bëhet i madh me ty. Në emrin e Jezus Krishtit, le të hapet qielli tani aty ku ti je. Le të hapet qielli tani dhe ta mbushi zemrën tënde plot e për plot me Shpirtin e Shenjtë. Unë derdh vajosjen tani mbi ty, vajosja e Shpirtit të Shenjtë mbi ty. Dhe të mbushi plot e për plot. Aq si një gotë që mbushet plot edhe te prica rrjedh. Plot e për plot në emrin e Jezusit. Dhe lavdia e Zotit të ngrihet në ty. Lavdia e Zotit të bëhet i madh në ty. Lavdia e Zotit të veshi trupin tënd dhe të mbuloj shtëpinë tënde. Lavdia e Zotit të eci me ty. Lavdia e Zotit të ngrihet me ty. Lavdia e Zotit të thyej çdo gjuhë dhe çdo gjunjë në emrin e Jezusit. Amen. Dhe unë deklaroj që çdo shpirt frike, rrëmuje, konfuzioni hiqet sot nga ty në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Dhe unë deklaroj që sot në emrin e Jezus Krishtit ti mbushesh me forca të reja, me një frymë guximi dhe kurrë ti nuk do të kesh dyshim për fuqinë e shërimit dhe çlirimit. Kurrë ti nuk do të dyshosh në Krishtin Jezus. Kurrë ti nuk do të jesh një frikacak, por një luftëtar për Krishtin. Ti je mbartës i tij dhe ti do të dëshmosh për Krishtin Jezus. Unë e deklaroj dhe e lë të lirë këtë bekim që jo më frikë, por liri, trimëri, guxim dhe dëshmi. Në emrin e Jezusit. Amen. 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 Na kënaqi Zoti. Na kënaqi, nuk kemi çfarë themi. Na i mbushi zemrën plot. Plot na i mbushi. Amen Alma, amen Ilir, amen Vera, Belinda, amen Diti, amen gjithve. Lavdia i qof Zotit. Jezus Krishti është Zot dhe nuk ka asnjë Zot tjetër përveç Jezus Krishtit. Ai e mundi vdekjen, ai e mundi sëmundjet, ai e mundi Satanin. Amen. Lavdis Zotit. Dhe unë ja u bekoj këtë natë. Ju bekoj me gjumin tuaj, në jetën tuaj, dhe lutem për gëzim në ju. Gëzim dhe trimëri. Ne kemi nevojë për frymën e trimërisë. Në emrin e Jezus Krishtit, unë e heq frymën e frikës, të pasigurisë dhe e hedh në territorin e armikut. Në emrin e Jezusit. Dhe deklaroj një frymë trimërie, guximi, zgjuarësie, diturie, për të ngritur lart lavdinë e Krishtit dhe për të deklaruar, për të qenë dëshmitar dhe apostull të Krishtit Jezus. Në emrin e Jezus Krishtit, po dhe amen. Dhe mos harroni, në datën 13 prill, në orën 10, tek Resort Stella, për të marrë shërimin tënd, për të marrë çlirimin tënd, dhe për ju që jeni të çliruar dhe të shëruar, për të marrë vajosjen tuaj. Është koha e çuarjes së lavdisë së Zotit kudo. Kudo. Dhe Zoti do që lavdia e tij
të jesh ti mbartës dhe çues. Zoti do të jesh ti kabulli që ta çosh. E di ti pse më erdhi një shembull tani. Nëse un kam një karikus telefoni, okay? Kam dhe telefonin, po nuk kam kabull. Më thoni ju, si do ta karikoj telefonin? Asnjë çik s'do ta telefonoj, s'do ta karikoj. Pra më duhet kabulli që të lidh karikusin me telefonin. Dhe Zoti ka nevojë për ty që të lidhësh njerëzit me Zotin. I një kabull i lirë, pa pengesa, i përullur, plot me dashuri, që Zoti të rrjedhi nëpërmjet teje dhe të preki njerëzit. I një kabull që thjesht merr dhe çon. Merr dhe çon. Asgjë tjetër. Zoti i bën vetë gjitha. Ti thjesht jesh i përullur dhe ti jesh ai kabulli që thua Zot, jam vetëm transmetues. Asgjë nuk mund të bëj një njeri me forcën e vet. Ti as nuk mund të shërosh, as nuk mund të çlirosh, as një gjë, sepse njeriu vet nuk mund të bëj asgjë. Aman kur ti merr prej Zotit dhe ti je vetëm një transmetues, atëherë ti do të çosh fuqinë e Zotit. Dhe kush shkon fuqi e Zotit, ka forca të reja, ka çlirim, ka shërim, ka të gjitha. Ky transmetues. Erdhi kjo kohë. Tashmë erdhi kjo kohë. Ta lësh Zotin të mbaj trupin tënd. Do të tregoj, e di si, ja u kam dhënë edhe një herë këtë shembullin e pardesys. Ta zëm se ti ke një pallto shumë të bukur. E ke në dollap. Ka vlerë ajo palltua kur është në dollap? Jo. Kur e merr vlerën ajo palltua? Kur ti e vesh. Kur ti e vesh, palltua bëhet e gjallë, lëviz me ty, del në qytet me ty, shikon dhe palltua dynja se s'ka par fare vetëm në dollapi. Kështu i jep Zoti trupit ton jetë. Kur ti e lejon Zotin të të veshi, trupi jon është një veshje shpirtërore për shpirtin ton. Dhe kur ne i themi Zotit, hajde jeton në mua, i themi Zotit, vish trupin tim. Është kaq e thjesht. Ti i thua, Zot, vish trupin tim. Dhe ai e bën trupin ton të gjallë. Dhe kështu ai përdor trupin ton. Trupi jon merr jetë, ashtu si ajo pardesya, që kur ri në dollap s'ka jetë. Po kur e veshim ne, ajo lëviz me ne, vepron me ne, po kush e jep jetën pardesys? Ja japim ne, lëvizja jon. Kështu është dhe me Zotin. Nëse ti mëson të dorëzohesh si një pallto të dorëzohet ty, dhe ti ja dorëzon trupin tënd 100% Zotit, dije që ai do të rrjedhi dhe do të bëj trupin tënd të jesh një transmetues i fuqisë, i lavdisë, diturisë dhe forcës së Zotit. Amen. Më thoni ik tani se ndryshe ju mbaj gjithë natën unë. Po fillova unë, s'kam gjumë pastaj, tër natën jam edhe më sjell Zoti, më sjell, ju mbaj tër natën. Kështu që më thoni ik tani Alketa se do të shlodhemi se është e shtunë. Ju përqafoj fort, nëse asnjëri nuk ju ka thënë që jeni të vlefshëm. Asnjëri nuk ju ka marrë në krah sot dhe ju ka thënë të dua. Unë dua të të them ty sot. Ti ke vlerë. Zoti të do ty. Dhe edhe unë të dua ty. Të dua sepse Zoti të do ty. Të bekoj, të përqafoj dhe mos u ndje vetëm. Ti nuk je vetëm. Ti ke ardhur në kishën e dur këtu, nuk mund të jesh vetëm këtu. Këtu ke vetëm gëzim, transformim, ripërtëritje, liri, këtu ke gjithçka. Zoti është në këtë kishë. Të përqafoj
dhe në paqe shtriu, në paqe fli, sepse Zoti të mban në siguri. Miropaf, një puthje, po jo këtu ama, ja, në faqe i kemi punët. Se mos thuaj se më puthi Alketa në buzë. Jo, me buzë nuk e kemi. Me buzë kam burrin tim që po më pret aty, thot kur do mbaroj, një 3 mesazhe mi ka nisur deri tani. Pra, ju përqafoj në faqe, ju përqafoj si motër, si vlla, dhe ju them natën e mirë. Okej? Si mos e merrni pastaj të na puthi Alketa në buzë. Jo, me buzë nuk e kemi punën. Me faqe e kemi. Edhe me përqafim, motra dhe vëllezër. Miropafshim, natën e mirë të bekuar. Natën e mirë. Fëmijët në çdo mosh Eriona, çdo mosh,